Drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi zhvilloi një takim me socialistë dhe simpatizantë të Partisë Socialiste në rajonin numër 1 në Vlorë, ku prezantoi kandidatët për deputet Brunilda Mersini dhe Piero Vëngu. Çuçi tha para të pranishme se në këtë fushatë ne shkojmë përpara shqiptarëve me pasaportën e transformimit dhe Vlora është një nga shembujt e krenarisë së punës që është bërë në këto 3 mandate qeverisës. Vështirësia e dytë që do kemi në këtë fushatë, që në fakt mund të duket në pamje të parë si një avantazh, por që mund të na kthehet në dizavantazh, është që nuk kemi opozit. Dhe kur nuk e opozit, është si ajo loja me një kundërshtar të dobët që nuk të jep kënaqësi gjatë gjithë lojës. Dhe mundet që për këtë shkak ti të performosh më pak ose më dobët se në fakt që ke vlera dhe energjit. Dhe është në dorën tonë, është misioni jonë që kësaj fushate t'i japim energjinë e dur në mënyrë që mos të humbim asnjë vot për Partinë Socialiste. Ai përsëriti edhe një herë objektivin e Partisë Socialiste në këtë qark për të fituar 9 mandate deputetësh. Adrenalina jonë, energjia jonë do t'jetë mandati i 9 në qarkun e Vlorës, një rezultat historik që ne duhet ta marrim patjetër në këto zgjedhje. Dhe duhet ta marrim patjetër në këto zgjedhje sepse është mundësia e fundit që ne mund ta marrim mandatin e 9 në qarkun e Vlorës. Sepse nuk do ta kemi më këtë situatë të opozitës. Dhe do jetë merita jonë ta shfrytëzojmë në favorin ton për t'i dhënë Vlorës një rezultat historik, mandatin e 9. Në vijim Çuçi tha se në këtë mandat të ri qeverisës së Partisë Socialiste do të nënshkruhet anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke përmbushur kështu një ëndër shekullore që nga krijimi i shtetit tonë. Në këtë fushat ne i shohim njerëzit në sy. Sigurisht të përulur për shumë gjëra që s'kemi bërë, edhe për gjëra që në fakt mund t'i kemi bërë dhe keq gjatë këtij rrugtimi. Por gjithmonë në sy dhe krenar, sepse unë jam i bindur që nuk ka asnjë njeri, qoftë ky socialist apo demokrat, që ta mohoj faktin që Partia Socialiste është e vetmja forcë që mund ta çojë përpara këtë vend. Dhe duhet dalim përtej kësaj, duhet shkojmë përtej oborrit tonë në këtë zgjedhje, sepse kemi një sfidë shumë të madhe. Kemi sfidë për të realizuar një ëndër historike të Shqipërisë. Në këtë mandat, Shqipëria do nënshkruaj kontratën me Bashkimin Evropian për të bërë një antar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian, një ëndër shekullore që nga krijimi i shtetit shqiptar këtu në Vlorë, ne me mandatin e 9 do ta bëjmë realitet me këtë qeverisi me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën në krye. Ju uroj një fushat sa më energjike, sepse ka nevojë Vlora për këtë gjë, ka nevojë që të marrim rezultatin historik, vetëm numrin 5 dhe vetëm Partia Socialiste.